Mirë se erdhët. Shenja e peshores. Për shenja e peshores, kjo javë është shumë pozitive, ka ndikime në përgjithësi pozitive, të gjitha kalimet planetare që do të ndodhin janë pozitive, përveç kalimit të Venusit tek shenja e Akrepit. Por edhe kjo, duke qenë se do të rrisë në mënyrë të dukshme të ardhurat materiale, në qoftë se nuk e kthejmë në obsesion, pra e mbajmë në moderitet, edhe kjo është një ndikim shumë i madh pozitiv. Ndikimi më i madh që do të ketë shenja e peshorës gjatë gjithë kësaj jave do të vijë nga hëna e plotë dhe do të jetë edhe në ndikimin e drejtuesit të tyre, duke qenë se në këto momente edhe Venusi, pra drejtuesi i tyre ndodhet tek shenja e peshorës. Kjo do thotë një stabilizim vërtet shumë të madh në jetën e tyre, por në mënyrë që ky stabilizim të mund të bëhet, do të tronditet njerëz si fillim gjithçka. Që nga puna e tyre, në qoftë se kemi pasur marrëdhënie problematike me kolegët tanë, gjatë kësaj jave do ta ndijmë në mënyrë të dukshme. Në qoftë e njëjta gjë është e vlefshme në marrëdhëniet që kemi me vëllezërit dhe me motrat tonë. Edhe këtu mund të kemi një tronditje në mënyrë që ta perceptojmë mirë se cila është balanca që duhet të kryhet vërtet dhe cila është lidhja e shëndetshme, po ashtu edhe në lidhje me bashkëpunimet apo dhe trashëgimit. E njëjta që është e vlefshme dhe në lidhje me kredit në qoftë se duan të marrin. Këto janë pikat ku shenja e peshorës do të tronditet në mënyrë të dukshme në këto momente, në mënyrë që të mund të perceptoj mirë se cilat janë gjërat e shëndetshme, se si duhet të ndërtoj jetën e saj dhe pas kësaj do të kemi një balancim të dukshëm të gjithçkaje, si në çështje sentimentale, po ashtu edhe në lidhje me karrierën e tyre, dhe më e rëndësishme do të vijë në lidhje me jetën e tyre familjare, ku do të kemi dhe rregullimin e dukshëm të këtyre marrëdhënieve. Për shenjën e peshorës është një nga javët më të rëndësishme, do t'i këshilloj ta përdorim deri ditën e fundit, pra deri ditën e diel, sepse ka mundësi vërtet shumë të madhe për të zhvilluar, për të rritur dhe për të ndërtuar jetën që ata dëshirojnë. Çështjet sentimentale në këtë momente vërtet janë shumë të ndikuara deri ditën e shtunë. Bile kemi mundësi që të kemi rikthime nga e shkuara për të kryer lidhje të reja. Këto në përgjithësi do të vinë do të jenë persona nga e shkuara që jo se kemi pasur lidhje, thjesht persona që i njohim, por mund të jenë edhe ish partnerët tanë. Në lidhje me ish partnerët, duke qenë se jemi futur tashmë në atë vorbullën e retrogradës së Mërkurit, personalisht nuk do të këshilloja sepse janë disi janë manipulative si lidhje, mund të shndrohen shumë shpejt në lidhje toksike, prandaj do t'i këshilloj që të qëndron pak larg, por për personat që kanë qenë nga shoqëria jonë dhe kemi rikthimin e tyre në jetën tonë në një mënyrë ose në tjetër, kjo është diçka që do t'ja këshilloja me ngul. Shenja e Akrepit është shumë e nxitur, shumë e ndikuar, shumë e stimuluar, ka një super energji në këto momente, vërtet nukleare. Si mund ta përdorim këtë në mënyrë të shëndetshme, vërtet që do të jetë pak e vështirë, duhet të jemi shumë të përmbajtur. Kalimi i njëri prej drejtuesve të tyre tek shenja e Shigjetarit, që është Marsi, pra do të ndikojë në mënyrë edhe pozitive, por siç ishte tek shenja e Peshorës, do të jetë edhe goxha e vështirë për të përmbajtur. Hëna e plot do të ndikojë në çështje sentimentale, në qoftë se këtu kemi pasur zhgënjime ose kemi gjatë tyre 4-5 ditëve në vazhdim, për shenjën e Akrepit mund të thotë edhe shpërthime shumë të mëdha emocionale dhe këto mund të përkthehen edhe në një ambient të dhunshëm. Kjo do të thotë që duhet të jemi shumë të kujdesshëm, ekstra të kujdesshëm me të gjitha reagimet dhe veprimet tona. Në qoftë se arrim që ta mbajmë veten tonë në kontroll, ambientin që na rrethon në kontroll, për shenjën e Akrepit kemi një mundësi kolosale për të rritur. Kjo do të jetë pothuajse në çdo aspekt të jetës së tyre, sepse hëna e plot do ta ndikojë në çështje sentimentale, në lidhje me karrierën, po ashtu edhe në lidhje me marrëdhëniet që kanë me familjarët e tyre. Në qoftë se kemi pasur lidhje problematike, do të gjejmë një gjuhë të përbashkët për t'i zgjidhur këto. Në përgjithësi, kjo do të jetë nëpërmjet materjes. Pra, në qoftë se sidomos për sa i përket ndarjes së pronave të përbashkëta dhe ato që kanë qenë problematike, që mund të kenë qenë bile deri në gjyq, gjatë kësaj jave do të fillojnë që të gjejnë atë rrugën e zgjidhjes, mund të kemi një frymë komunikimi pak më të lartë, prandaj edhe mjafton që të jemi të përmbajtur. Në qoftë se arrim që të jemi të përmbajtur, kemi mundësi shumë të madhe për t'i zgjidhur këto probleme dhe për të na përkthyer në të ardhurat materiale shumë të mira. Në
Në këto momente bashkëpunime shenjës së akrepit i bëjnë vërtet shumë mirë, do t'i këshilloj që ti përdorni, mund të kemi rikthimin e mundësive bile të bashkëpunimeve që na kanë anashkaluar ose që ne ndoshta nuk ditëm t'i përdorim në ato momente. Gjasa jave do të kemi rikthimin e këtyre. Kjo do të vazhdojë deri ditën e premte, do të këshilloj që ta përdorni në maksimum, por duke qenë se duke filluar nga dita e premte të shtunë dhe të diel, Venusi do të jetë në një kënd negativ me Plutonin që është drejtuesi i tyre dhe në ato momente Venusi do të jetë i vendosur tek shenja e tyre. Kjo do thotë që mund të bëjmë investime ose shpenzime të tepërta ose të pamenduara mirë. Prandaj edhe duhet jemi shumë të kontrolluar në atë çfarë shpenzojmë. Në qoftë se arrim që ta bëjmë këtë, kemi mundësi vërtet shumë të mëdha për të rritur mirëqenien tonë në mënyrë të dukshme. Me kalimin e Venusit tek shenja e Akrepit, kjo do të jetë në datën 6 nëntor, pra përkon ditës së njëjte, është vonë në darkë, është në 23:40, pra le ta them që do ta ndijmë më tepër ditën e premte, po. Pra ditën e premte do t'i këshilloj që ta përdorëm në maksimum. Në lidhje me investimet, në qoftë se duam që të propozojmë dikujt në çështje sentimentale, edhe kjo është e vlefshme, do të kemi në vazhdimsi një rritje të begatisë, prandaj edhe shenjës së Akrepit do të këshilloj që ta përdorim. Përsa përket shëndetit, është një nga shenjat më të prekura në këto momente, duke qenë se ka Chironin, që është plaga jonë e përjetshme dhe krijon vërtet plag edhe në trupin ton fizik, ka të vendosur tek shtëpia e shëndetit dhe në këto momente njëjti Chiron ka një kënd negativ edhe me Jupiterin edhe me Venusin. Kjo do thotë që mund të kemi sëmundje të cilat përcillen sidomos nga rrugët seksuale ose sëmundje ngjitse në një lloj ose në një tjetër, të cilat shkaktojnë temperaturë të lartë. Prandaj edhe shenja së Akrepit, në qoftë se keni qoftë ndonjë simptom, sado i vogël që të jetë, shkoni patjetër te doktori. Shenja e Shqetarit është një ndër shenjat më të ndikuara të javës. Kemi shumë kalime tek shenja e tyre. Venusi deri ditën e premte, siç morr vesh deri tani, duke qenë se është të njëjtën vonë në darkë, do të jetë tek shenja e Peshores, e cila krijon një balancim të dukshëm të marrëdhënie të rritë të tyre sociale, të marrëdhënieve që kanë me shoqërinë dhe me ëndra dhe qëllimi që ata kanë në jetë, e kanë më të qartë rrugën në këto momente, ndërkohë që pas ditës së premte, duke qenë se Venusi do të jetë i vendosur tashmë tek subkonsciencia e tyre, do ta kenë pakës më të vështirë për të shprehur, për të gjetur rrugën e duhur. Gjithsesi, duke qenë se do të kemi Marsin të vendosur tek ta, do të jenë aktiv. Pra do ta ndjejnë në mënyrë instiktive se ku duhet të shkojnë. Dhe kjo, në qoftë se thjesht drejtojmë timonin aty ku duhet, e kemi shumë më të thjeshtë për të qenë të suksesshëm. Suksesi do të vinë në çdo aspekt të jetës, por do ta ndjejmë më tepër në lidhje me krijimin e instabilitetit ekonomik familjar. Këtu familja do të na ndihmojë shumë, sepse marrëdhëniet që janë këtu do të ndikojnë në mënyrë shumë pozitive. Hëna e plot, që do të jetë ditën e mërkurë, do të ndikojnë shumë fuqishëm në lidhje me këtë tema, sepse do të spastrojë çdo gjë që ka ngelur e paqartë në jetën tonë. Sidomos në lidhje me këtë marrëdhënie, por edhe në lidhje me pritshmëritë që kemi ndaj vetes. Aty ku ne nuk e kemi ditur mirë edhe talentet tona, po ashtu edhe ku I kemi pasur limitet. Kjo në plot do të dalim më tepër në sipërfaqe dhe do të arrijmë edhe ti perceptojmë dhe si rrjedhoj dhe të përdorim ashtu siç duhet. Do të marrim një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria gjatë gjithë javës, por pas ditës së premte mund të kemi më tepër tendencën për të mbyllur në vetvete dhe për të rishikuar edhe një herë çdo gjë që kemi aty. Kjo është diçka e mirë siç e thash, sepse do të na ndihmojë të drejtojmë timonin aty ku duhet dhe pas kësaj të kemi edhe një rritje vërtet shumë të madhe. Në këto momente Mërkuri është I vendosur tek shenja e tyre, do të kalojë në retrograd përsëri tek shenja e tyre, do të jetë ditën e diel të ardhshme dhe ka edhe një kënd negativ me Uranin që është I vendosur përballë me ta. Kjo do thotë që mund të kemi mosmarrëveshje të dukshme me partnerët e tyre. Prandaj edhe komunikimi në këto momente është shumë I rëndësishëm. Duke qenë se arrin që ta kuptojnë, ta shikojnë qartë se ku qëndron problemi, mjafton që të shprehen në mënyrë të hapur, edhe partnerit e tyre do t'i kuptojnë mirë dhe ata do ta kuptojnë mirë. Partnerët e tyre do të arrin që të zgjidhin problemet së bashku. Pra do të krijojnë një farë aleance
kundrejt problemeve që kanë në jetën e tyre. Kjo do të ndihmojë edhe për të hedhur hapa të rëndësishëm drejt karrierës që ata dëshirojnë, sidomos për personat të cilët nuk janë të lumtur tek puna e tyre. Ky është një ndër momentet më ideale. Me kalimin e retrogradit dhe të Mërkurit, mund të kemi dhe rikthimin e mundësive, prandaj edhe kjo javë është shumë e rëndësishme që ne vetë të spastrojmë mirë gjërat e tjera përveç karrierës, që pas kësaj të mund të fokusohemi edhe këtu, të kapim më tepër mundësitë që po na dalin përpara. Edhe në lidhje me shëndetin, kemi disa ndikime në përgjithësi janë më të zbutura se të shenjat e tjera, por edhe shenja e shqiptarit është e prekur. Pika ku do t'i këshilloj që të jemi të kujdesshëm gjatë kësaj jave do të jetë sistemi tretës dhe sistemi nervor, të këshilloj që të jemi pak më të kujdesshëm. Pika mënyrë se si mund ta bëjmë këtë është që të jemi pak më të tokëzuar, sepse do të vazhdojmë që të kemi një element toke të ulët edhe gjatë kësaj jave. Shenja e bricjapit. Në këtë javë, shenja e bricjapit do të ketë ndikime shumë të fuqishme. Në përgjithësi janë pozitive, në përgjithësi kanë mbështetje shumë të madhe, por kemi edhe një kënd negativ që do të krijojë Venusi me drejtuesin e tyre, dhe kjo për ta domethënë probleme në karrierë. Këto do të vinë si rrjedhoj e marrëdhënieve të pashëndetshme që ata kanë krijuar me kolegët e tyre ose me rrethin e tyre të ngushtë. Në përgjithësi mund të kemi përhapjen e thashëthemeve që janë jo të vërteta, normalisht për ta, dhe kjo mund të shkaktojë edhe dëme të rëndësishme me efortet e tyre ose me pozicione që ata kanë tek vendi i tyre punës. Mënyra se si mund t'ja anashkalojnë këto ose t'i zgjidhin me thjeshtësi është të qëndrojnë të qetë. Në këto momente është e rëndësishme që ata të vënë kufin të shëndetshëm, në qoftë se vjen re që një lidhje është problematike, kushdo që të jetë ky person, në qoftë se nuk arrijmë që të shprehim dhe të gjejmë rrugën e komunikimit të përbashkët, ose rrugën e mesme për të komunikuar, do të këshilloj që të bëjmë disa hapa mbrapa dhe të fokusohemi tek rigjenerimi ose rregullimi i problemit që është shkaktuar tek karriera jonë, sepse kjo është edhe pika ku kam më tepër mundësi që të zhvillohet në këto momente shenja e bricjapit. Kjo do të vazhdojë që të jetë aktive deri në fund të muajit nëntor, por në këto momente ka një mundësi vërtet shumë të madhe për të rritur këtu. Ndërkohë që për sa i përket çështjeve sentimentale, kjo është një ndër javët më pozitive. Do të kemi një hënë të plot e cila do të ndodhë tek shtëpia e tyre e lidhjeve e çështjeve sentimentale, prandaj dhe kemi mundësi të rigjenerimit të tyre, po ashtu edhe të krijimit të lidhjeve të reja. Është një periudhë që mbaron periudhë e problemeve, ose më themi, hëna e plot do të mbaroj periudhën e problemeve dhe do të kemi fillimin e një periudhe ku ata do të ndjehen vërtet shumë mirë, ku do të ndjehen më të vlerësuar. Dhe mund edhe të përzidhin një natyrë personat që i bëjnë të ndjenjë të tillë. Me kalimin edhe në retrograd të Jupiterit, që do të jetë javën tjetër, mund të kemi edhe rikthimin edhe të mundësive për të rregulluar marrëdhëniet tona në bashkëtorë, por tani në këto momente do të këshilloj më tepër që të fokusoheshin tek karriera e tyre. Për sa i përket shëndetit, shenja e bricjapit është më pak e prekur, janë më stabil. Pika ku do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm është në lidhje me këmbët, sepse këtu mund të, sidomos nëse egzagjerojmë me ecjen, mund të jenë pak më të problematike, sidomos me enët e gjakut që janë te këmbët, mund të kemi pak më të probleme, mund të kemi kam pentur e të tjera. Në këtë raste, në gjë që do të këshilloj që të bëjnë, ndoshta të tokëzohen pak më tepër, të hidratohen mirë. Shenja e ujorit. Për shenja e ujorit është një javë shumë e fuqishme. Do të kemi një hënë të plotë që është e vendosur tek dy shenjë të tjera fikse, që është ajo akrepit dhe e demit. Por kemi edhe kalime të shumta tek shenja e shigjetarit, të cilat do të thonë edhe kënde pozitive me Plutonin që është i vendosur tek ta. Këndi më negativ ose më të themi që është më sfidues do të jetë ai i Venusit me Plutonin që është i vendosur tek shenja e tyre, dhe kjo për ta mund të thonë edhe probleme në marrëdhëniet sentimentale, sepse ata do të kenë një vetëvlerësim të ulët gjatë gjithë javës për këtë arsye. Por kemi edhe mundësi shumë të madhe, në qoftë se qëndrojmë pak më tepër realist dhe nuk i lejojmë ambientin që na rrethon që të na ndikojë, kemi mundësi shumë të madhe për surprizat të këndshme në lidhje me karrierën tonë. Mund të marrim propozime të shumta. Mjafton që të dimë se si të përdorim dhe kemi një mundësi që të kemi rritje shumë të madhe. Kjo është java e fundit, duhet të them, që mund ta bëjmë këtë, sepse pas kësaj
do të kemi pak më të vështirë që ta perceptojmë se cila është rruga që duhet të ndjekim, ose më themi javën në vazhdim. Prandaj këtë javë të paktën do të këshilloj që ta përdorim në maksimum. Për sa i përket trajnimeve dhe zhvillimit ton personal, është një javë vërtet shumë pozitive për të gjithë ata që dëshirojnë që ta bëjnë këtë, sidomos trajnime që janë jashtë shtetit, do të këshilloja me ngujnë. Kemi edhe një ndikim shumë të fuqishëm për sa i përket lidhjeve që janë brenda familjes ose marrëdhënie familjare. Këtu do të kemi një balancim të dukshëm të marrëdhënieve, sidomos në qoftë se kemi pasur probleme me prindërit tanë. Kjo është dita e mërkur, enjte dhe premte. Këto janë 3 ditët në cilët do të janë vërtet shumë efikase për këtë. Do të kemi pak a shumë një efekt shërimi të këtyre marrëdhënieve, duke qenë se do të kemi një balancim të dukshëm të gjithçkaje. Kjo është e vlefshme edhe për sa i përket shpërndarjen në mënyrë të drejtë të trashëgimive, e cila do të thotë edhe një rritje shumë e madhe ekonomike në bazë të saj. Shenja ujoret me kalimin e Marsit, ditën e martë tek shenja e shigjëritare, do të jetë shumë e aktivizuar, sepse do të jetë edhe ose më them do të jetë shumë e lumtur, sepse do të jetë shumë më tepër aktiv në shoqëri, do të socializohet shumë më tepër dhe do të marrë dhe propozime të shumta për të argëtuar ose për të dalë këtu. Mund të kemi edhe një fokusim shumë më të madh tek realizimi ose tek qëllimi që ne kemi në jetë, tek realizimi i ëndrave tona dhe një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria në lidhje me këto tema. Për këtë arsye, shenja ujore, pavarësisht problemeve që mund të dalin, këtë javë do të them që do të jetë në përgjithësi i lumtur, sepse do të jetë shumë aktiv. Kemi edhe zgjidhjen e problemeve që mund të kenë ekzistuar brenda ose më themi në lidhje me punën, ku ata nuk kanë ditur se cila është rruga që duhet të ndjekin, sepse gjithsej javë edhe në këtë pikë do të marrin një ndihmë. Por në lidhje me këtë çështje, pra në lidhje me karrierën, nëse nuk i kemi ide të qarta dhe nëse kemi pasur vonesa, do t'i këshilloj që të qëndrojmë disa hapa larg dhe ta vëzhgojmë mirë situatën, ndërkohë që vendimet që duhet të marrim në lidhje me këtë çështje të marrim këshilla nga shoqëria jonë dhe mundësisht edhe nga familja. Shenja e peshëve. Shenja e peshëve është një nga shenjat më të favorizuara të javës. Kemi shumë ndikime pozitive me kalimin edhe të Venusit tek shenja e Akrepit, për ta do më thënë një fuqizim shumë i madh. Duke qenë se do të kemi shumë vendosje tashmë tek shenjat e ujit, kjo do t'i bëjë të ndjehet vërtet shumë mirë. Mund të jem pak më emocional se çfarë duhet, por do të stabilizohen pothuajse menjëherë. Duke qenë se në këto momente janë shumë të përgjegjshëm dhe kanë dhe kufi shumë të shëndetshëm, edhe nëse ata nuk i vënë në moment personat që kanë rreth auto teori kujtojnë, kjo normalisht i bën ata që të jenë më të balancuar në jetën e tyre. Për sa përket çështjeve sentimentale, kjo javë mund të bëhet disi e vështirë, sidomos në lidhje me shkënjimet, ose më them në lidhje me lidhjet që në të shkuarën kanë qenë zhgënjuese, sepse do të duhet që të përzjedhin mirë. Kjo nuk është diçka e vështirë, mjafton që të mos e gënjejnë vetë natyrën, ose të mos jetojnë në iluzion dhe të shikojnë realitetin ashtu siç është, kemi mundësi që të krijojmë dhe lidhje të reja vërtet shumë të shëndetshme. Po ashtu edhe për të rregulluar marrëdhëniet e tyre. Nëse jemi realist ndaj personit që kemi përballë dhe ndaj lidhjes tonë, kemi shumë më tepër mundësi që të ndërtojmë edhe jetën që ne dëshirojmë. Hëna e plotë që do të jetë ditën e mërkurë do të ketë një ndikim shumë të madh pozitiv tek shenja e peshëve. Është një nga shenjat që do të ndikojnë më pozitivisht, do të ndikojnë në mënyrë pozitive mënyra e tyre se si komunikojnë, se si shprehen, do të kenë një frymë artistike në këto momente, e cila mund të përkthehet edhe në krijimtari shumë të madhe, dhe kjo krijimtari mund të përkthehet edhe në të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Me kalimin e mërkurit, që ishte ditën e mërkurë tek shenja e shigjetarit, kemi fokusim shumë të madh tek karriera. Ky është ndikim vërtet shumë i madh pozitiv, sepse këtu mund të shërohen edhe problemet që kemi pasur nga e shkuara. Kemi mundësi që të zgjidhim në mënyrë të papritur, do të marrim një ndihmë shumë të madhe në lidhje me këtë çështje, edhe nga familja jonë. Në pikat ku ne nuk arrim vetë që t'i perceptojmë, familja do të na ndihmojë shumë. Do të këshilloj që të marrim këshillat e tyre, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në lidhje me partnerët. Këtu nuk do të thotë thjesht partnerët sentimental, pra jo vetëm bashkëshortët, më thotë edhe personat që ne kalojmë më tepër kohën. Në qoftë se dëshironi që të argëtoheni, kjo është qëllimi që do të keni gjithsej, nëse dëshironi të argëtoheni, do të këshilloj që të kaloni më tepër kohë me shoqërinë tuaj të ngushtë ose me vëllezërit dhe me motrat tuaja, sepse mund të bëjnë një burim argëtimi vërtet shumë i madh, një burim morali vërtet shumë i madh,
dhe mund të jenë personi që do t'ju ndihmojë që të shikoni botën me një pikë vështrim të ri, i cili është vërtet shumë herë më i shëndetshëm nga çfarë mund të keni në këto momente, duke qenë se në këto momente pikë vështrimi i shenjës së peshqve është pak më i prirur drejt iluzionit se sa drejt realitetit. Në lidhje me shëndetin, shenja e peshqve për fat të mirë në këto momente është ndikuar më pozitivisht. Ka një ndikim i cili është më i zbutur se zakonisht, është të prekur normalisht në sëmundjet që kemi të stinës, duke qenë se kemi sëmundjen gjithse që prekin dhe sistemin imunitar, do të këshilloj që të jemi të kujdesshëm gjithmonë, duhet të jemi. Këto ishin ndikimet që kisha në lidhje me të gjitha shenjat dhe në lidhje me javën. Mirë pra, natën e mirë, faleminderit edhe një herë që më morët pjesë. Natën.